Peja ka një bashkëqytetar që ka nevojë shumë për gjithë neve, është Nejat Kelmendi, ka nevojë për ndihmë. Ai është diagnostifikuar me leukemi kronike. Trajtimi i tij kushton rreth 110.000 euro, se më duket fytyrë që e kam pa këtë djalë. Ndërkohë, Ministria e Shëndetësisë e ka mbështet me 46.000 euro, ka se plus 18 nuk ndihmon më shumë. Kjo është shumë e papërballueshme për familjen, andaj kërkohet ndihma e të gjithë neve për Nejatin. Duhet të çohemi gjithë në këmbë, edhe në këtë kohë të lajmeve jo të mira, të bëj mirë diku. Sot leukemia është e trajtueshme, kështu që ne mund ta kemi nesër një takim me Nejatin shëndoshë mirë, por pa të holla, sot ju e dini që secila familje nuk i ka këtu pare, uroj mos më u përball në askush. Por është shumë e madhe, kur kush s'ka rezerva në bank. Aq ma pak për këto smundje që marrin bukur shumë pare. Edita Kelmendi, bashkëshortja në lidhje telefonike. Edita, përshëndetje. Përshëndetje, Edita. Si a je mirë? Mirë, si je ti? Mirë, faleminderit. Ç'është situata me Nejatin? Në Nejatin momentalisht është pak më stabile. E ka kryer një gjendje më trondë, tash është pak më stabile që e kanë thënë deri në këtë ditë për me shku jashtë vendit me trajtu. A është ende në Pej? Në Turqi, në këtu në QKU Prishtinë. Është në QKU Prishtinë. Kur po planifikoni me unis? Po planifikojmë si të na mbledhen pare të ditë, se që kjo shuma është pak më e madhe, se ka leukemi kronike, më dësë mielofibroz, fazës 3. Atje na kanë thonë që shkon çmimi deri 110.000. Ministria po mbulon diku 46.375, që neve po na vjen diku deri në 65.000 afër 1.000. Kur të shkojmë atje, duhet me njëherë një dërgu 35.000 për mja fillu me egzaminimet, me analizat për donatorët që janë vllazët e Nejatit, nëse përputen. Nëse nuk përputen, do njoni për i vllazën dhe së trejon, atë duhet me kërku një donator të huj, që është ekstra çmimi. Dhe më thonë, po gjen shifra e madhe për puna që ka ky smundje. Edita, ne do të provojmë me shpërnda sa ma shpejt njoftimin për Nejatin në të gjitha rrjetet tona sociale. Unë shpresoj zanin tonë me një gjithmonë të gëzueshëm sa ardh rasim, e na sjell vetëm lajme të mira. Faleminderit. Fala shumë. Bank më kanë dhënë 4.000 euro. A mund ta japim numrin tënd telefonit për ata që kanë nevojë direkt? Okej. Faleminderit shumë, i falenderoj edhe vetë nga zemra. Çdo person, çdo fjalë të mirë, lutje, çdo mesazh për Nejatin që kanë dhënë, mbështetje morale, financiare, shumë na kanë dhënë kuraje deri në këtë moment. Faleminderit shumë, shumë faleminderit. Faleminderit për juve. Edita Kelmendi është bashkëshortja e Nejatit, kontaktoni në 049 554 557 është numri i telefonit, thirrni direkt zonjën Edit. Ju jep të dhanat e bankës, por nëse ju duhet direkt më shku në bank, ne do t'i postojmë qysh tash në të gjitha rrjetet tona sociale. Nëse nuk mundeni me ndihmu me të holla, të paktën shpërndajeni, unë besoj shpejt to 110.000 do të mbyllen.